Dje u festua 90 vjetori Kongresit të Lushnjës. 90 vjetori bie që Kongresi të jetë mbajtur në vitin 1920. Kongresi i Lushnjës në vitin 1921, në vitin 1921. Atëre, heqim 1920 dhe caktojmë 1921-shin. Leka e di më mirë, jo vetëm se ka qenë këshilltar në Ministrinë e Jashtme, por se një nga figurat kyçe të Kongresit të Lushnjës e ka patur gjysh të ndjerin Ahmet. Për këtë arsye, Kongresi i Lushnjës nuk ka pse të jetë mbajtur në 20-ën, por në vitin 1921. Kam një merak të madh për Fatos Lubonjën. A është gjallë? Dhe nëse është gjallë, ai ka të gjitha me vete se valla i keq puna dje te klani. Stëriqen fare unë çka kujton. Stëriqen fare, vazhdojnë në kohë, mos kemi rik, vazhdo ti se sa të kemi lirinë e fjalës do flasim dhe ca. Hajde, vazhdo. Jo, unë nuk po të kërcënoj, po ti dalësh edhe nga studio, këtu jam prapun, korridor jam. Që ta dish. Me dëgjoj mua ti, s'mund ta gozosh ti mua. 1 minutë. Ulë pa zoti Lubonja. Pa more vesh, se tash dorë heqën ty dhe të pres këtu dalësh te xhera. Me këtë tallësh. O zoti Lesi. Zoti Lesi, mbyllë zoti Lesi. Dëgjoj mua ti kur presis kur dalësh për jashtë. Jemi në seancën e gjyqit të Gërdecit dhe avokatët janë duke studiuar. Dosjen do pyesni ju. Jo, lajmet për shitblerje në gazet. Kjo nuk është çudi. Po fituan të dëmtuarit e Gërdecit, u duhet gjetur nga një shtëpi secilit. Po fituan klientët e tyre, avokatët e kanë halal nga një makinë të re. Ndaj dhe po studiojnë tregun.